Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbajtur këtë të martë një konferencë për shtyp nga Selia Blu. Berisha u shpreh se gjendja ekonomike e shqiptarëve po përkeçohet me shpejtësi, duke theksuar se kosto e jetesës është rritur ndjeshëm në 4 vitet e fundit. Ai akuzoi qeverinë për korrupsion masiv, abuzime me tenderat dhe vjedhjet e fondeve publike, ndërsa shtoi se shumë projekte publike nuk përfundojnë në afat për shkak të keq menaxhimit dhe ndarjes së parave me zyrtarët. Gjendja ekonomike e shqiptarëve po rrokulliset me shpejtësi. Institucione serioze të pavarura dëshmojnë se 4 vitet e fundit kosto e jetesës së shqiptarëve është rritur 60%. Është rritja më e madhe. Qeveria shqiptare kryen vetëm një detyrë: vjedhjen e fondeve publike. Treguesit janë katastrofal. Vetëm 8%, 5,8% e projekteve përfundojnë. Të tjerët avullojnë, grabitën. Korrupsioni, vjedhja në tendera arrin në vit në 1,2 miliard euro. Vjedhja në tendera të i kalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. Vetëm në tendera. Berisha foli dhe për zgjedhjen për kryetarin e PD-s më 23 maj. Ai tha se anëtarët e PD-s do të votojnë me parimin një antar një vot për të shprehur besimin ndaj tij, duke e cilësuar procesin si më transparentin dhe më demokratiku në parti. Berisha akuzoi gjithashtu PS-n dhe qeverinë për mungesë demokracie në zgjedhjet e brendshme dhe tha se mediat po përpiqen të minimizojnë procesin zgjedhor në PD. Me datën 23, anëtarët e Partisë Demokratike janë të ftuar në një proces një antar një vot të shprehin votbesimin e tyre për Sali Berishën. Dhe me këtë mbyllet në mënyrën në votimin më transparent procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike. Ky proces, duhet të sqaroj, ky proces i cili u përfol nga ligësitë në mënyrën më të papërmbajtur, shënon formën më demokratike, procesin më demokratik të zgjedhjes së një lideri partie. Berisha deklaroi se nuk do të ndalet në atë që e cilësoi si betejë për të rrëzuar qeverinë dhe se do të vazhdojë me kryengritjet paqësore.